SPAK ka marrë në dorë hetimin e basteve pa licencë dhe ka hapur një dosje që nuk ndalet e faqet online, por shkon drejt për drejt të mënyra se si është mbajtur gjallë tregu dhe kush ka pasur në dorë vendimet që e kanë lejuar këtë aktivitet të vazhdojë pa u ndalur. Në dosje janë përfshirë të paktën 58 faqe online që operojnë pa licencë, të regjistruara si pjesë e një hetimi penal të veçantë, ndërkohë që verifikimet janë shtrirë edhe mbi subjekte fizike që kanë funksionuar si pika bastesh pa leje. Në listën e subjekteve të evidentuara shfaqen bastet 333, CR7, B3T, Arena, Modig, Trodo Cafe, Fairplay Bast, Barcelona dhe Vjena, subjekte që rezultojnë në dosjet hetimore dhe verifikimet e agentëve në terren. SPAK po heton edhe mënyrën se si është mbajtur i mbyllur tregu i ligjshëm i lojrave të fatit, duke krijuar hapësirë që bastet pa licencë të mbeten në forma e vetme funksionale. Në qendër të këtij verifikimi ndodhet Gjergji Taho, personi që ka pasur në dorë dhënien e lejeve, për të cilin dosja po shqyrtohet se ka bllokuar dhënien e licencave dhe ka lënë tregun pa rrugë ligjore funksionimi për llogari të grupeve kriminale. Të dhënat po analizohen dhe flasin për 20 deri në 30 milion euro në vit të ardhura nga bastet pa licencë, shuma që më parë kalonin në buxhetin e shtetit dhe që sot ndahet mes pushtetarëve dhe personave që mbrojnë aktivitetin. Miliona euro nga bastet pa licencë kanë përfunduar në kulla, resorte, bare, restorante dhe hotele, duke treguar se Bixhozi nuk ka qenë thjesht lojë, por burim parash për ndërtimin e pasurive që sot shihen hapur. Erion Ismaili, zëvendës drejtori i policisë së Tiranës, i njohur si Roroja, del në përgjime si njeriu që mbante të paprekur bastet ilegale dhe call centerat mashtrues. Nën përgjegjësinë e tij, bastet vijuan aktivitetin, call centerat mashtruan qytetarët brenda dhe jashtë vendit dhe policia nuk ushtroi asnjë veprim ndalues, duke krijuar një situatë ku mosveprimi nuk mund të justifikohet as me mungesë informacioni dhe as me pamundësi ndërhyrjeje. Edhe një arrestim i kryer ditët e fundit ndaj një personi mjaft të rëndësishëm, të përfshirë në fushën e basteve të kryeqytetit dhe i lidhur me një ngjarje dhune në Palas në dëm të një biznesmeni, shihet si sinjal se hetimi po kalon nga mbledhja e dhënave te goditja konkrete. Me eliminimin e Ervis Martinajt, tregu i basteve nuk u mbyll dhe nuk u shkatërrua, por humbi figurën qendrore që e mbante të përqendruar dhe hyri në një fazë tjetër, ku aktiviteti u shpërnda, u zhvendos tërësisht online dhe kontrollin e morën grupet kriminale të lidhura me pushtetin, të cilat e kthyen Bixhozin ilegal në para me thas, pa taksa dhe pas një lloj përgjegjësie publike. Zhdukja e Martinajt krijoi një boshllëk që u mbush menjëherë, duke treguar se aktiviteti nuk varej nga ekzistenca e një personi, por nga interesi për paratë që prodhonte. Në këtë kontekst, mënyra se si u riorganizua tregu dhe shpejtësia me të cilën kaloi në duar të tjera la të kuptohet se eliminimi i figurës së vjetër hapi rrugën për një ndarje të re të basteve, më të shpërndar, më të mbrojtur dhe më të lidhur me pushtetin se sa më parë. Tashmë mbetet të shihet deri ku do të shkojë SPAK me këtë dosje dhe nëse hetimi do të ndalet të faqet dhe emrat e njohur publikisht, apo do të prek edhe ata që kanë marrë vendime, kanë garantuar mbrojtje dhe kanë përfituar nga paratë e basteve pa licencë.